Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Jeni me diabet, kjo pije nxehtë ul sheqerin në gjak, ja si ta përgatisni. Diabeti tipit 2 mund të duket si një diagnozë marramëndëse pasi kërkon që një person të rregullojë aspektet e stilit të jetës së tij për të shmangur kërcënimin e rritjes së nivelit të sheqerit në gjak. Për fat të mirë, marrja e niveleve më të shëndetshme diete mundet që të ndihmojnë në rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak dhe provat mbështesin pirjen e një çaji të veçantë. Diabeti tipit 2 është një gjendje e rëndë ku insulina që bën pankrahasi juaj nuk mundet që të funksionojë ashtu siç duhet, ose pankrahasi juaj nuk mund të bëjë insulinë të mjaftueshme. Gjithashtu, prodhimi i dobët i insulinës bën që nivelet e sheqerit në gjak të vazhdojnë të rriten dhe nëse nuk trajtohet, mund të paraqesin rreziqe të mëdha shëndetësore si sëmundje të zemrës dhe sulme në tru. Për fat të mirë, vendimet mbi dietën mund të kompensojnë mungesën e insulinës dhe të sigurojnë një mbrojtje sa më të fortë të sëmundjeve të zemrës dhe të sulmeve në tru dhe kundër rritjes së nivelit të sheqerit në gjak. Disa ushqime duhen shmangur ose shkurtuar në mënyrë drastike për të shmangur rrezikun e rritjes së nivelit të sheqerit në gjak dhe si rregull i përgjithshëm, ushqime që renditen të ulta në indeksin e glicemisë janë më së miri që të shmangen ose të konsumohen në sasi të moderuar. Për të menaxhuar nivelin e sheqerit në gjak, indeksi i glicemisë matë se si një ushqim që përmban karbohidrate ngrit glukozën në gjak. Një ushqim me një indeks glicemie të lartë rrit glukozën në gjak më shumë se sa një ushqim me një indeks glicemie të mesëm ose të ulët. Sipas Shoqatës Amerikane të Diabeteve, planifikimi i vaktit me indeks të ulët glicemik përfshin zgjedhjen e ushqimeve të cilat kanë një indeks glicemik të ulët dhe të mesëm. Nëse konsumon një ushqim me nivel glicemik të lartë, mund ta kombinosh me ushqime me nivel të ulët për të ndihmuar në ekuilibrin e vaktit. Shembuj të ushqimeve që përmbajnë karbohidrate me një indeks glicemie të ulët përfshin fasule të thata dhe bishtajore, patate e ëmbël, shumica e frutave dhe shumë bukë dhe drithra. Përfshirja e pijeve të caktuara me ushqimin tuaj mundet të ndihmojë gjithashtu për të mbajtur kontrollin e nivelit të sheqerit në gjak dhe ulëmtimi rekomandon që të pini çaj kamomili. Ulëmtimet që hetojnë përfitimet shëndetësore të pirjes së çajit nga kamomili sugjerojnë se vetitë e tij antiinflamatore munden që të parandalojnë dëmtimin e qelizave të pankrahasit tuaj, gjë që ndodh kur nivelet e sheqerit në gjak janë ngritur në mënyrë kronike. Në një studim të 64 personave me diabet, ata të cilët konsumonin çaj kamomili çdo ditë me vakt për 8 javë kishin nivele të konsiderueshme më të ulta të sheqerit në gjak se sa ata të cilët konsumonin ujë. Për më tepër, disa studime sugjerojnë që çaji i kamomilit mundet të ulë nivelin e sheqerit në gjak në një sasi të konsiderueshme dhe gjithashtu mundet të jetë i dëmshëm për parandalimin e thithjes së sheqerit në gjak pas ngrënies. Njihuni me vlerat e lëngut të karrotës në kurimin e diabetit. Diabetikët zakonisht kanë kufizime të mëdha në ushqim dhe në mënyrën e jetesës. Shumë prej ushqimeve që mund të konsumoni në një ditë për diabetikët janë të ndaluara. Këtu futet sheqeri, buka, prodhimet e bulmetit, madje dhe disa fruta. Megjithatë, disa prej tyre munden të kthehen në një kur të vërtetë. Këtu futen karrotat të cilat sipas ekspertëve munden të ndihmojnë në trajtimin natyral të diabetit dhe konkretisht lëngu i tyre i zgjidh të gjitha këshillat për të mundësuar
dhe për të mësuar çdo gjë për kontrollin mbi këtë çështje. Karrotat dhe diabeti. Karrotat janë të njohura për vlerat e tyre në shëndet, duke filluar që nga flokët dhe deri tek lëkura. Në lidhje me diabetin, ato përmbajnë beta-karoten, vitamin A, antioksidant, fibra dhe një sër nutrientësh. Një karrotë mesatare përmban vetëm 4 gram karbohidrate të tretshme dhe shumë pak sheqerna. Ekspertët thonë se vitamina B6 ka një rol shumë të madh në fuqizimin e diabetit të tipit 2, ndërsa karrotat ndihmojnë trupin tuaj që të marrë një sër vitaminash nga ky grup. Vitamina A nga ana tjetër është shumë e rëndësishme për kontrollin e sheqerit në gjak, duke balancuar atë për njerëzit të cilët vuajnë nga diabeti. Fibra është gjithashtu e rëndësishme për të ulur dhe parandaluar diabetin e tipit 2. Si duhet ta pini lëngun e karrotës? Megjithëse kanë shije të ëmbël, mundet që t'i konsumoni pa rrezik edhe nëse vuani nga diabeti. Lëngu i karrotave do të përmbajë pak sheqerna dhe karbohidrate, por nuk do t'i ngrejë nivelet tuaja të diabetit. E rëndësishme është që të mos i shtoni sheqer teksa e konsumoni në mënyrë që të mos ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Gjithashtu ekspertët rekomandojnë që të mos ndikojë negativisht në shëndetin tuaj, duhet ta konsumoni këtë lëng jo çdo ditë, pasi ka nivele të mëdha karotenoidësh, të cilat ndikojnë në pigmentin e lëkurës tuaj. Lëngun e karrotës mund ta pini menjëherë siç është, ta shtoni tek sallata, ndërsa me mbetjet nga shtrydhja mundet që t'i bëni kek. Receta e duhur për diabetin. Të konsumosh pije të ëmbla kur je me diabet duket si diçka e vështirë, por kjo që ne do t'ju sugjerojmë është një pije e sigurt. Përbërësit janë 800 gram karrota, 200 gram mollë të kuqe, 200 gram mollë jeshile, 20 ml lëng limoni dhe 20 gram ginger. Përgatitja. Pritini të gjitha në copëza të vogla dhe shtrydheni. Më pas, ruajini të mbyllur në frigorifer ose mundet që t'i konsumoni menjëherë. Ky lëng me bazë karrotat dhe gjithashtu mollët përtej diabetit do t'ju ndihmojë edhe që të aktivizoni sistemin tuaj tretës, rregulloni presionin e gjakut dhe gjithashtu ju forcon shikimin. Nëse ju jeni me diabet, këtu ne do t'ju njohim dhe me disa nga ushqimet më të mira të cilat ju mund t'i konsumoni. Një ndër to janë fasulet, pasi përmbajnë proteina dhe fibra të rëndësishme, të cilat janë të nevojshme për balancimin e sheqernave në gjak. Quinoa. Një gjysmë filxhani quinoa përmban 20 gram karbohidrate, si dhe është e pasur me fibra dhe proteina të plota. Tërshëra. Fibra e tretshme në tërshër është e dobishme për shëndetin e zemrës, veçanërisht për uljen e kolesterolit, si edhe për rregullimin e sheqerit në gjak. Kosi grek. Kosi grek i paëmbëlsuar nuk përmban sheqerna të shtuar dhe është i pasur me proteina. Ulëmtimet e fundit kanë treguar se kosi lidhet me nivele të ulta të rezistencës ndaj insulinës dhe glukozës në gjak. Frutat që përmbajnë shumë fibra. Frutat kanë më shumë sheqerna me përmbajtje natyrale se sa ushqimet me bazë bimore si perime dhe drithrat, por frutat mund të jenë ende një zgjidhje e shëndetshme për njerëzit me diabet. Mirë, po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!